e ka menduar, qoftë dhe një herë atë fjalë të keqe, kur i ka ardhur shpirtin majt hundës, në marrëdhëniet e punës me popullin. Qoftë me dikë, qoftë me diçka, shpesh me disa, ka menduar që janë mosmirnjohës. Pikërisht kjo fjalë është piknisja e perspektivës së re që na duhet. Sepse pikërisht në përmbajtjen e saj gjendet kuptimi më i gabuar i fazës re ku ka hyrë Shqipëria. Prandaj dua që t'ua them unë që në fillim, duke shfrytzuar këtë rast drejt në sy atyre që protestuan ndaj kryetarit të bashkisë. Atyre që dolën në bulevard gjatë qershorit dhe atyre që kanë protestuar në heshtje apo me zë, vetëm apo me tjerë, kudo nëpër Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, jo vetëm gjatë qershorit, po qysh pas zgjedhjeve të qershorit kaluar. Ju nuk jeni mosmirnjohës, ju jeni matësiri i standardeve tona. Ju atje në periferinë e një bashkie nuk protestuat kundër atyre që kryebashkiaku kishte bërë për ju, as kundër atij vetë. Ju që mbushët bulevardin dhe rrjetet sociale me protestën tuaj, nuk protestuat kundër Shqipërisë që ne ndërtuam gjatë 3 mandateve të para, dhe këtu po ndaj pak posaçërisht ata, jo të pakt, që ishin votues, mbështetës, apo dhe antarët Partisë Socialiste. Po dhe ata që gjatë ditës ishin punë në shtetit, dhe mbrëmje shkonin protestë. Ata nuk dolën në bulevardin e Flamingove për të mohuar transformimin e Shqipërisë, për të sulmuar qeverinë, apo për t'u bashkuar këngës Rama jepe dorëheqjen. Ata që votuan për ne në qershorin e shkuar, dolën dhe u bashkuan me tjerët, edhe kur protesta drejtohej kundër meje, sepse forca e saj përgjithëse ishte më imponuese mbi ta se sa figura ime. Ata të administratës ku plot mund mos kenë votuar për ne, dolën dhe ata me tjerët, sepse Shqipëria e re që ne kemi ndërtuar nuk jeton me hijen e zvjetrës, kur njerëzit flakeshin nga puna e shtetit, me farë dhe me fis, pse shkonin në një takim tonin në opozit, se shkonin në protest kundër qeverisë, as që nuk bëj fjalë. Të gjithë bashkë ata qytetarë u mblodhen aq të shumt aty, kur sorrat dhe korbat nuk e kishin nxjerr ende kokën, sepse i çoi një nevojë e thellë. Një nevojë e brendshme për të përcjell një mesazh më të fortë se sa përkatësia e tyre ndaj një partie apo se sa ngjyra e qeverisë për të cilën ata mund të kenë votuar. Shija kontaminuese e lirisë së asaj proteste dhe nevoja për të bashkuar me atë rrjedh të pazakonshme njerëzish për Tiranën, duke dalë nga rrugica dhe rutinës përditshme dhe duke ushqyer celularët me energji të rrallë, instagramike, një energji e mahnitshme, besoj, ishin më të fuqishme se sa i gjithë arsenali ynë i fakteve kundër gënjeshtrave, shpifjeve
dhe akuzave lidhur me projektin e Zvërnecit. Prandaj mësimi i parë që duhet ndaj me ju është faktet tona nuk mjaftojnë më. Sepse në Shqipërinë që ne transformuam rrënjësisht, njerëzit nuk jetojnë më as me kënaqësinë e ndryshimeve që ndodhin, as me inkurajimin nga gjërat që ndërtohen. Siç ndodhte deri dje. Kur prisnin me besim që pas rrugës, shkollës, lulishtes, që u ndërtuan lagjen tjetër, t'i vinte radha rrugës, shkollës, lulishtes, lagjes tyre. Ata sot jetojnë me pritshmëri, që rriten më shpejt se sa mundësit tona për t'ju përgjigjur. Dhe në një Shqipëri që zhvillohet me ritme të reja, ata e përjetojnë zhvillimin si një tension, mes asaj që shohin dhe dëgjojnë dhe asaj që kanë. Herë si burim pikpyetjesh për çfarë po bëhet me vendin dhe shpesh herë si ndjenjë pasigurie për pjesën e tyre në një ekonomi që rritet shpejt, por bashkë me koston e jetesës tyre. Me fjalë tjera, shok dhe shoqe, nuk mjafton më ta qeverisim të tashmen me investime, arritje, integrime, duke treguar çfarë bëm deri këtu, po duhet qeverisim në harmoni me përvojën e përditshme të qytetarit sot. Sepse zemrat dhe mendjet e shqiptarëve nuk janë më aty ku ishin deri dje. Te çfarë ndryshon në territor. Dhe nuk kanë fare më lidhje me statistikat ekonomike, sado pozitive qofshin. Ato janë ankoruar mu të pritshmëritë e tyre. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë. Që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët në të gjithë përmasat e saj. Unë vetë, në pasqyrën e bulevardit Flamingove, pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Epoka e mbyllur është epoka e mungesave. Kur një rrugë e re ishte fitore kolektive, një shkollë e re ishte festë e përbashkët, një lulishte e re pritej me duar trokitje dhe ndezja e dritave në lagje përcillej me bekime. Në epokën e mungesave, shoqëritë vuajnë përgjatë rrugëve pa rrugë të rënimit dhe të poshtrimit dhe i gëzohen çdo ndryshimi si fëmia një dhurate. Toleranca e tyre ndaj atyre gjërave që mungojnë është shumë e madhe. Deviza e saj epoke është ka edhe më keq. Epoka e hapur është epoka e pritshmërive. Ku rruga e re është standard, jo fitore. Shkolla e re është borxh që kthehet me vonesë, jo arsye për të festuar. Çdo shërbim i mirë merret i mirëqen dhe asnjë mungesë shërbimi nuk durohet më dot si deri në mbylljen e epokës mëparshme. Shoqëria as nuk e çon më në përmend nëse ka dhe më keq. Toleranca e saj ndaj çka nuk shkon vjen duke u zeruar, sepse deviza e kësaj epoke është ka edhe më mirë. Alexis de Tocqueville, një ndër studiuesit më të mprehtë të demokracisë
dhe ndryshimi shoqëror na ka lënë një paralajmërim me shkrim. Tamam për këtë fazë ku kemi hyrë. Qasti më i rrezikshëm për një qeveri vjen pikërisht kur ajo ka nisur të ndryshojë gjërat. Dhe shembujt e ndryshimit që ne kemi sjellë në këtë vend janë të panumërt në çdo drejtim. Ndërkohë që rreziku për të cilin ai shkruan është tani më fare i lexueshëm.